Krijohet Komiteti i Përbashkët Konsultativ, i cili sipas zëvendës ministres së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Olta Manjani, do të jetë një platformë me dialogu social, ku si qëllim kryesor ka diskutimin e një tryeze të përbashkët të sindikatave me përfaqësues të punëmarrësve dhe të punëdhënësve, si dhe të shoqërisë civile. Synimi i kësaj platforme është të ndihmojë që hartimi i politikave dhe legjislacioni i Bashkimit Evropian të jetë më demokratik dhe më efektiv dhe të pasqyrojë vërtet nevojat e qytetarëve të Bashkimit Evropian, ku patjetër në momentin që ne do të jemi antar me të drejta të plota në Bashkimin Evropian, sigurisht do të kemi dhe të drejtë vote. Një numër i konsiderueshëm iniciativat Bashkimit Evropian për legjislacion duhet i dorëzohet Komitetit Ekonomik dhe Social për një opinion të detyrueshëm përpara miratimit të tyre. Me seli në Bruksel, ky institucion ose më saktë kjo platformë përbëhet nga 329 antar nga 27 shtetet antare të Bashkimit Evropian. Dua të ritheksoj që ata kanë pranuar që ne të jemi pjesë e kësaj platforme përpara aderimit në mënyrë që të jemi gati dhe strukturat tona të jenë gati në momentin që ne bëhemi antar me drejta të plota. Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian ka 329 antar nga 27 shtete antare të Bashkimit Evropian, ndërkohë antarët përfaqësojnë sektor të ndryshëm, duke përfshirë shoqatat e punëdhënësve, sindikatat, grupet e konsumatorëve, fermerët, ambientalistët e të tjerë.